Përshëndetje. Gëzuar Bajramin të gjithëve dhe gëzuar edhe ditëlindjen të gjithë atyre që kanë lindur tek shenja e dashur, duke qenë se tashmë kemi filluar. Shenja e Bricjapit. Shenja e Bricjapit në këto momente ka një ndikim shumë të fuqishëm pozitiv. Është vjen nga Zhunoja, i cili është një lloj Jupiteri, pra një lloj planeti fati, na sjell fat vërtet shumë të madh, sidomos për të kryer stabilitet në jetën tonë. Gjatë javës në vazhdim deri ditën e enjte do të vazhdoj që të jetë tek grada 28 dhe si rrjedhoj, kjo do të thotë që marrim një ndihmë shumë të madhe edhe nga sistemi. Si për sa i përket të ardhur material në lidhje me karrierën, por më e rëndësishme fare është në lidhje me krijimin e stabilitetit në marrëdhëniet tona, edhe në marrëdhëniet sentimentale për brenda partneriteteve, martesave, lidhjeve të rëndësishme, po ashtu dhe me familjen tonë. E njëjta gjë është e vlefshme edhe me krijimin e familjes. Është periudhë e tillë, pra që mund të krijojmë familje. Detyrimisht të krijojmë këtë familje, na duhen të ardhur materiale dhe kjo është shumë e thjeshtë për të bërë në këtë moment, sepse shenja e Bricjapit ka një rritje konstante në këtë momente. E ka shumë graduale, por e ka konstante. Sidomos duke filluar nga dita e hënë e tutit, këto ndjeni edhe më tepër, do keni disa ide të cilat mund t'i përdorni shumë mirë dhe keni më tepër fat mbi të gjitha. Gjithë javës në vazhdim do të kemi Uranin, i cili do t'ju mbështesë vërtet shumë dhe kjo do të thotë mbështetje shumë e madhe nga familja juaj ose nga fisi, më të themi, ose persona që i keni të afërt në një farë mënyrë, që jeni rritur bashkë, diçka e tillë. Këta do të ndihmojnë që të keni një rritje ose më thënë të vlerësoni ashtu siç duhet në lidhje me karrierën tuaj dhe mund të thotë edhe të ardhur materiale vërtet shumë të mira. Pak më tepër që hëna e re do të thoshte edhe mbarimin e problemeve që kanë të bëjnë në lidhje me komunikimin ose në lidhje me marrjedhënie, pra biznesi. Si rrjedhoj për shenjën e Bricjapit është një fazë vërtet ku kemi një rritje. Por përsis konstante, edhe pse graduale, ndoshta mund të doni që të ecni pak më shpejt, po nuk do t'ja këshilloj sepse kemi një zgjerim në të gjitha anët dhe tempoja është shumë e duhur, domethënë. Kemi një ndikim për sa i përket rritjes në karrierë, duke qenë siç e thash, do të marrim një ndihmë vërtet shumë të madhe nga pothuajse të gjithë njerëzit që kemi rreth, po në përgjithësi njerëzit të afërt, do të këshilloj që edhe të dëgjoni fjalën që ju thuhet. Nuk do të thënë që duhet të bëni patjetër si ju thuhet, po them duhet të dëgjoni, të merrni si këshilla, sepse vërtet mund t'ju hapen disa horizonte të reja. Shumë faleminderit, respekt edhe juve. Vërtet shumë faleminderit që më ndiqni. Por përsëris, si gjithmonë, është një privilegj vërtet shumë i madh, jam vërtet shumë e lumtur që më keni dhënë këtë mundësi. Shumë faleminderit edhe një herë dhe shihemi përsëri ditën e hënë. Tapshim.